5 fazat e zgjimit shpirtëror në cilën fazë jeni. Përshëndetje miq të dashur. Para se të ndiqni këtë video, mos harroni të pëlqeni faqen tonë dhe të shpërndani videot miqve tuaj. Mirë se erdhe në këtë udhëtim të thellë shpirtëror. Sot do të flasim për procesin e zgjimit shpirtëror, një udhëtim transformues që shumë njerëz përjetojnë në jetën e tyre. Ky nuk është thjesht një proces për të ndjerë më mirë ose për të arritur lumturi të përkohshme. Qëllimi i vërtet është të bëhesh një kanal i vetëdijshëm për diçka më të madhe se vetja jote, për energjinë hyjnore, për dashurinë universale, për vetëdijen që lidh çdo gjë në ekzistencë. Zgjimi shpirtëror nuk është linear. Ai mund të ketë kthesa, kthime prapa dhe momente intensiteti. Por shumë udhëtarë shpirtëror përshkruajnë atë si një udhëtim që kalon nëpër 5 faza kryesore. Këto faza nuk janë të ngurta, disa njerëz i përjetojnë më shpejt, të tjerët më ngadalë dhe ndonjëherë fazat përzihen. Por të kuptuarit e tyre mund të ndihmojë të navigosh me më shumë qetësi dhe besim. Le të fillojmë me një hyrje të shkurtër për secilën fazë, duke i zgjeruar ato me shembuj, shpjegime më të thella, këshilla praktike dhe reflektime personale që mund të ndihmojnë të identifikosh ku je ti aktualisht. Do të flas ngadalë duke të dhënë hapësirë për të reflektuar. Faza e parë, thirrja. Imagjino një ditë të zakonshme, zgjohesh, shkon në punë, takon miq dhe gjithçka duket në rregull në sipërfaqe. Por pa pritur, ndjen një boshllëk të brendshëm. Diçka mungon. Pyetjet fillojnë të lindin. Pse jam këtu? A është kjo e gjitha që ka jeta? Pse ndjehem kaq i shkëputur edhe kur kam gjithçka që duhet të kem? Kjo është thirrja, zëri i brendshëm që të fton të zgjohesh. Është si një homesiknes për diçka që nuk e di saktësisht çfarë është. Shenjat janë të qarta, ndihesh i lodhur nga rutina ditore, bisedat sipërfaqësore të duken të kota, fillon të vëresh sinkronicitete, ato koincidenca domethënëse, si të shohësh numra të përsëritur si 11, ose të dëgjosh të njëjtën mesazh në vende të ndryshme. Ndjeshmëria emocionale rritet, lotët vijnë lehtë, ose zemërimi shpërthen pa arsye të dukshme. Kjo fazë mund të zgjasë muaj ose vite. Shumë njerëz e injorojnë atë duke u mbushur me punë, argëtim ose substanca, por kjo vetëm e shtyn thirrjen. Rreziku kryesor është rezistenca, të përpiqesh ta shtypësh këtë zë duke u shpërqendruar. Por nëse e dëgjon, ajo të çon në fazën tjetër. Reflekto, a ndjen ti tani këtë thirrje? A ka momente kur ndalon dhe pyet veten për kuptimin më të thellë të jetës? Kjo është shenja e parë e zgjimit, le të marrim frymë thellë dhe të kalojmë te faza e dytë. Faza e dytë, kërkimi i dëshpëruar. Tani, thirrja bëhet e padurueshme. Ndjen një urgjencë të brendshme, pothuajse fizike, për të gjetur përgjigje. Bëhesh si një sfungjer që thith gjithçka shpirtërore, lexon libra nga më të ndryshmit, njëri më i bukur se tjetri, ndjek podcaste, video në YouTube për meditimin, jogën, astrologjinë, provon kristale, reiki ose retreate. Është një periudhë eksituese, por shpesh konfuze. Mbledh shumë informacion, por ndihesh i humbur sepse provon gjithçka pa u thelluar. Një ditë meditacion, të nesërmen tarot, pastaj shamanizëm. Është si të jesh një turist shpirtëror, viziton vende të bukura, por nuk jeton aty. Shenjat, energji e lartë fillimisht, pastaj lodhje nga mbi ngarkesa. Mund të ndryshosh dietën, miqt, madje punën. Kjo fazë është e rëndësishme sepse të hap mendjen, por rreziku është të humbasësh në teori pa praktik reale. Këshilla kryesore, më pak është më shumë. Zgjedh 1-2 praktika, si meditacion ditor ose journaling, dhe shko thellë me to. Mos u mashtro nga gurut që premtojnë zgjidhje të shpejta. Kërkimi i vërtet është brenda teje, jo jashtë. Shumë njerëz kalojnë vite këtu duke grumbulluar një uri, por pa transformim të vërtetë. Por kur lodhesh nga kërkimi i jashtëm, vjen faza tjetër, më e vështira. Faza e tretë, nata e errët e shpirtit. Kjo është faza që shumica e njerëzve e friksojnë, por është edhe më transformuesja.
Pas euforisë së kërkimit, strukturat e vjetra të egos fillojnë të shemben. Gjërat që të jepnin kënaqësi, puna, marrëdhëniet, hobit, tani duken boshe. Ndjen trishtim të pashpjegueshëm, lodhje kronike, vetmi ekstreme. Sikur askush nuk të kupton. Mund të duket si depresion klinik, humbje interesi, izolim, madje mendime të errëta. Egoja po vdes dhe kjo dhem. Origjina e termit vjen nga mistiku spanjoll Shën Gjoni Kryqit, që e përshkroi si një natë të errët ku Zoti të pastron nga lidhjet e vjetra. Është si një stuj që pastron tokën për farën e re. Shenjat, ndjesi humbje identiteti, kush jam unë parolet e mia të vjetra. Fizikisht mund të kesh dhimbje pa arsye mjekësore. Rreziku, të dorëzohesh, të kthehesh te zakonet e vjetra ose të kërkosh ilaçe të shpejta. Çelësi është dorëzimi. Prano procesin. Mos rezistjo. Lejo pastrimin. Shumë njerëz kërkojnë ndihmë profesionale këtu, terapi ose mbështetje shpirtërore. Është normale të ndihesh i humbur, por kjo natë errët çon në dri. Reflekto, a ke përjetuar periudha ku gjithçka dukej pa kuptim? Kjo mund të ketë qenë nata jote e errët. Dhe nëse je në të tani, di që nuk zgjet për gjithmonë. Pas errësirës vjen agimi. Faza e 4, zgjimi i vërtetë. Pa pritur, pas stuhis, vjen qartësia. Ndjen një paqe të thellë që nuk varet nga rrethanat e jashtme. Nuk kërkon më validim nga të tjerët. Kupton se je më shumë se trupi, mendimet të, arritjet ose dështimet. Është si të zgjohesh nga një ëndër e gjallë. Bota duket më e gjallë, ngjyrat më të ndritshme, lidhja me natyrën më e fortë. Ke besim tek rrjedha e jetës, di që gjithçka ndodh për një arsye. Dëmshuria lind natyrshëm, nuk gjykon më të tjerët, sepse sheh veten në ta. Paqja është e brendshme, jo e varur nga suksesi ose dështimi. Shenjat, momente blisi, intuite fort, ndjesi uniteti me gjithçka. Por rreziku, të mendosh se ke arritur dhe të stanjosh ose të izolosh veten në këtë paqe duke shmangur botën reale. Kjo fazë është shpërblimi, por nuk është fundi. Është fillimi i integrimit. Faza e 5, integrimi dhe shërbimi. Tani, vetëdia e re integrohet në jetën e përditshme. Nuk ka më ndarje mes jetës shpirtërore dhe jetës reale. Çdo moment bëhet i shenjtë, larja e enëve, puna, biseda me familjen, gjithçka është meditacion, jeta jote bëhet shërbim, ndikon tek të tjerët thjesht me prezencën tënde, energjinë tënde pozitive. Nuk përpiqesh ti ndryshosh me forcë, por je shembull. Shenjat, gëzim i vazhdueshëm, kreativitet i lartë, marrëdhënie më të thella. Bota të duket si një lojë hyjnore. Rreziku, krenaria shpirtërore, të ndihesh superior ose kompleksi i shpëtimtarit duke dashur të shpëtosh të tjerët me zor. Kjo fazë është përfundimtare, por udhëtimi vazhdon. Zgjimi nuk është destinacion, por mënyrë jetese. Mesazhi përfundimtar. Mos i rezisto procesit. Je i sinqert radikalisht me veten. Prano çdo fazë si dhuratë. Qëllimi nuk është të arratisesh nga bota, por të sillni dritë në të përmes dashurisë, dëmshurisë dhe prezencës tënde çdo ditë. Nëse je në fillim, vazhdo të dëgjosh thirrjen. Nëse je në errësirë, dorëzohu. Nëse je zgjuar, integrohu. Ti nuk je vetëm në këtë udhëtim. Çdo shpirt që zgjohet ndihmon botën të zgjohet. Faleminderit që më dëgjove. Le të marrim një frymë të thellë së bashku dhe të vazhdojmë të ecim duke i hapur zemrën njëri tjetrit. Mirë u takofshim në video të tjera.